Ashtu sikur se u konfirmua dje Egli Tako është rikthyer në Big Brother VIP 4. Kisha nevojë të merrja frymë të ndjeja dashurinë e sinqertë. Kam gjetur një gjendje jo të mirë në shtëpinë time. Jam për ata këtu sonte. Mami ime ka sot ditëlindjen. Fjala e fundit që i thash përpara se të largohesha nga shtëpia ishte që ky rikthim edhe një herë brenda kësaj shtëpisë është për të qenë jo në borxh me ty dhe për të vënë në vend dinjitetin tim, tha Egli. Më pas në ekranin e Top Channel u shfaq një klip ku shihej Gjesti i cili fliste në dhomën e rrëfimit. Kur të dal jashtë do zhdukem. S'ka me ma pas suratin. Nuk mundem ta dua, ka thënë ai për Eglin. Pasi e pa këtë klip, Egli u shpreh: "Unë i kam bërë vetes një premtim që unë nuk do derdh asnjë pikë loti më. Dua ta bind veten time dhe ta bind veten time që kjo që pash tani nuk është një surprizë." Publiku votoi dhe vendosi që Egli të rikthehej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Faleminderit. Uroj të mos ju zhgënjej këtë radhë, tha Egli. Egli u fut brenda shtëpisë më të famshme, ndërkohë që Gjesti u habit shumë kur e pa. Danja ishte ajo e cila e përqafoi plot mall, pavarësisht sidës së mos reagimeve. Apo më përqaf, apo s'po më përqaf. Hi ma bëre, hi po ta bëj. Pas ka ndryshu çdo se qen katrash, tha Gjesti për Eglin pasi ajo e injoroi. Më pas Egli e përqafoi Gjestin si të gjithë banorët e tjerë, pa ndonjë ndryshim, ndërkohë që banori qëndroi me kokën ulur.